Tash i sot në rendin e ditës kemi vetëm këtë çështjen e aprovimit të kandidaturave të paraqitura nga rrethet për Kuvendin Popullor. Natyrisht, neve si Biro Politike do t'i aprovojmë kështu në kuptimin jo definitiv, se definitivisht për këto do të thot fjalën populli. Prandaj neve do t'i rekomandojmë Frontit Demokratik që të paraqes këto kandidatura. Pastaj, në procesin e punës, populli le t'i aprovoj, si aprovon sipas ligjeve të kushtetutës, ka drejt ai është sovran mbi këtë çështje. Tashi, na janë paraqitur këto kandidatura. Do fillojmë nga diskutimi? Çfarë mendimi kanë shokët për këto? Këtu është paraqit dhe një relacion mbi këtë mënyrën përqindjet. Keni marrë ju vëve? Si a keni dhënë shokëve këtë ju? Sekret. Na lexoje ti Lenka atëherë. Dhe thuaj që ti informosh shokët. Unë e di që thash. Mbi bazën e propozimeve që kanë dërguar komitetet e partisë të rretheve, 4 deri në 5 kandidatura të mundshme për çdo zonë elektorale, është formuluar dhe kjo projekt vendimi këtu. Nga deputetët janë sot 250, kemi 248 sot, se 2 kam vdekur, propozohen të rizgjidhen nga rrethet 160 dhe të mos rizgjidhen 88. Gjithsejt, kandidaturat e reja janë 90. Dhe në zgjedhjet e tjera, përdëritja vërtetet rreth këtyre shifrave 80 deri në 110 kemi patur në legjislaturën e kaluar. Duke llogaritur mbi dhënat e kandidaturave që ka projekti, dalin këto tregues. Me origjinë, gjendje dhe prejardhje punëtor janë 30.4% nga 35.2 që kemi patur në legjislaturën e 10. Domthon ka një rënje. Ka një rënje. Po kjo mund të rritet dhe me vërejtjet ja kam ndryshuar. Mirë, pastaj kemi ne fjalën. Ti lexo atë. Ndërsa kooperativistë nga 24.4 propozohen 25%. Rritet. Për me ka nivelin arsimor, me arsim 7-8 vjeçar, do kemi vetëm 2 nga 12 që kishim legjislaturën e parë. Në 170 kandidatë, ose 68% propozuar, kanë arsimin e lartë shtetëror. Kurse në legjislaturën e parë kishim 57%. Duke shtuar dhe ata që kanë kryer shkollën e partisë, përqindja rritet deri në 85. 21 deputetë në qendër dhe 199 në rrethe. Tashti propozohen, kemi 37 me 215, do më thënë ka më pak kandidatura në qendër. Në arsim 21 veta nga 16 që kemi pasur, shëndetësia ka pasur 10 përsëri 10 ngelen, transporti 5, ndërtim komunikacioni 2 nga 6 veta, plan financa nga 2 ka 1, organet e drejtësisë kanë pasur 2, kemi 4, ushtarak nga 15-14, punëtor partije nga 30 kemi 32, kuadrot pushtetit 27 nga 29 dhe kuadrot organizatave dhe masave kemi 12 nga 11 që kemi pasur. Në kandidaturat që propozohen, kemi 27 veta antar dhe kandidat plenumit Komitet Qendror, nga 54 që ishin në legjislaturën e 10. Këto kandidatët pastaj që propozohen në shok që punojnë në sektor të ndryshëm, ashtu si që thash dhe më para, edhe jem munduar që ti propozojmë dhe zgjidhen që në ato zona ku edhe njihen. Deputetet që nuk propozohen rrethet i kanë argumentuar të shkarkuar një pjesë për dobësi dhe të meta në punë që s'kan kryer detyrat, transferuar nga rrethe dhe sektorët e punës ku kanë qenë zgjedhur legjislaturën e kaluar, disa të smurë kështu me radhë. Tashi pas vërejtjeve që kanë bërë shokët që lexuan materialin, në ndryshim në këtë material thonin ne tani. Pas
bërë shok, dhe më ishte një për Beratin që mund të ketë edhe nga sektorët e naftës me se kishim një. Jo, mund të ketë, jo. Se në qofë se është fjale për vrejtën që kam bërë unë Beratin, në kam të formuluar. Jo, kam bërë dhe shokët e Se tjerë. Berati, e mirë, po them unë timin atëre. Berati heq një nga nafta, një inxhinier, një mjeke, dhe në vend tyre propozon 3 agronom. Pse duhet kështu? Ha? Jo, mirë, po do më thënë vrejtja është kjo, se është fjale që është heqin punëtor. Unë kam për 3. 3 i kemi hequr në se i kemi hequr 3. Do në i thonë që keni bërë juve dhe shi, që ndryshime shka kjo, që pas të diskutojmë një. Ja vrejtjes... Thoni me rathë, që kemi, që të majnë... Vrejtjet edhe të vihet në vend të kësaj, një shoqe tjetër, një Flora Gjoka. Që është kjo? Kjo është mjeke dhe përgjese shërbimis ambulator atje. Kush e propozoj këti? E kanë në sjellat atë rrethit. Ule, po ka stomatologe? E ka qenë kryetar e Këshillit Popullor të qytetit, e kanë hequr edhe ka dërguar prapë stomatologe. Edhe nuk është një figurë kështu. Ju shefe e shërbimit stomatologjik në rreth ka qenë. Kështu e argumenton rrethit. Figuron atë listën, po tash rrethi e ka sjell kështu. Mirë, ne kemi e mbajmë. Jo, disa sektorë të rëndësishëm programit, kam edhe me kronë. Edhe të jenë kronë t'i. Dale pra do vim atje, po të shi. Se s'kemi lënë gjene, viç? Jo, këtë Vasilikën. Ne po presim të dëgjojmë vrejtjet tuaja. Na i thoni me radhë vrejtjet të dim. Në vend Vasilikës vini? Një mjek e tjetër. Si e ka emrin që? Flora Gjoka. Flora Gjoka, vazhdo, pastaj i këthejmë. Numri 6, Adil Delibashi, që kishim na im plakun, propozojmë Drini Hysensani, inxhinier pusi në qytetin Stalin. Ashiri. Zëvendësohet nga nafta. Zëvendësohet nga nafta, Adil Delibashi. Sa Adil ati ka qenë. Ai Tahiri do jetë. Po. Tjetër. Jo, atjeti që... Po ke kopi për në thuj i shokve, se problemi i shokve të ashtë këtu. Numri 13, në vend të Lazar Kokës që propozonin Bashkim Canin, kemi mendim për një Stiliano Bandelli, ky është prokuror ushtarak. Ata e kanë sjellë si kandidaturë të mundshme. Djali Nasit. Djali Nasit. Djali Nasit është. Me siguri, Djali Nasit. Bernash. Ushtarak është prokuror ushtarak. Po. Këto kishim për Beratin. E pra ja... Po ja këto me origjinë tash, me gjendjen e, të trija këto pastaj rregullojmë. Po të heqim këto. Do e regullua pas vretjeve që janë bërë. Për Librës, numri 24 është, faqja 6. Kush i rri me këthejmë? Ta shi ja për këto të Beratit, qarë vrejti shkeni tjere juve? Këta shokët propozojnë, si që te këte numrin 3, të hiqet dhe të vijet kjo tjetër. Me këtë regullime mire shperati. Po dale që, prit mirë. Po pse të vëm Florën e të mos lejmë Vasilikën, me që që ka mirë? Flora, ku dim që është kjo? Ja, kemi dhe biografinë kësaj. Kur ka qenë kryetar e Këshillit kjo Vasilika? Ullu se s'dëgjohesh, ullu. Kur ka qenë kryetar e Këshillit dhe shkritikuar, pandaj dhe unë hoq nga Po kryetar e pse, Këshillit. unë e ti si jemi kritikuar në herë? Udhro? Unë e ti si jemi kritikuar në herë? Gjithnjë po u shkarkua nga kryetar e Këshillit dhe u zgjodhi ti. Po. Se kishin bërë kryetar gabi që kur vun, po që Po se është funksionare? Jo, ka qenë funksionare ajo. Është një shoqe Jo, më pa, jo, shoku Adil ka qenë si për profesion. Nuk e kanë... Se kjo prap shefe kanë vesh, shefe kanë vesh. E shkarkuar si kryetare Këshillit Qytetit. Komiteti Zyrtar i Qytetit. Mirë. Kështu?